Në gjykatën themelore të Tetovës, sot vazhdoi gjykimi për ndërtimin e teatrit dhe bibliotekës së qytetit. Në seancë ishin prezent të gjithë të akuzuarit, përveç përfaqësuesit të Ministrisë së Kulturës. Të akuzuarit thanë se kuptojnë se për çfarë akuzohen, por se nuk ndihen fajtor. Avokati i Sejdish Asivarit nënvizoi se akuza është e paqartë dhe e pakuptueshme dhe se nuk përputhet me dëshmitë. Nga ana e prokurorit Hanefi Ahmeti, u fillua me leximin e titujve të dëshmive, një material tepër voluminoz. Në ndërkohë, kur erdhi radha për leximin e dëshmive nga ekspertët, avokatët e të akuzuarve kërkuan që ekspertët e ekspertizës ekonomike dhe të ndërtimit të objektit të jenë prezent në sallën e gjyqit, me qëllim që të mund t'ju parashtrohen pyetje. Pas kësaj, gjykatësi Elvedin Ferrati kërkoi që të ndërpritet seanca e sotme dhe e njëjta të vazhdojë më 10 dhjetor. Akuzat për këtë lëndë kanë të bëjnë me keqpërdorim të procedurës për thirrjet publike, vepër penale të keqpërdorimit të pozitës dhe autoritetit zyrtar, si dhe për punë jo adekuate në shërbim.